Këtë ngërçin politik du me komentu përmes një anekdote. Një mik shumë i mirë i presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova shkon me nejt me pi kafe të haj aty. Ka po peshin kafe, po rrin peshe presidentin shumë azum. Po rrin, po i thot aman më president me të veti shka tha. A je pa qef, a kena i problema, the se shumë jenë hall, po mdukesh? Jo bre, thot presidenti, thot, nuk jom pa qef, thot jom shumë mirë me shnet, edhe na i hall temi nuk e kam, po ku has zgjedhjeve, ton po kanë qef me unë në shkampi s'pizë ma shumë se një. Po plokë i meqëm, tha jo, president, tha e ki tha një mundë si fol, tha këthije shkamin prap, tha jo një, po 3 mujnë më unë në ta. Profesor Anton Qeta është njëri ndër më meritorët për që kam ledhë trashëgimin gojore në përgjithësi, dhe më thonë në veçanti anekdotën. Dhe kur shkon njëherë me mledhë mesele anekdota në Drenicë, shkon me i fshat, po taj që shkoj ka aty me morë mesele, nuk ja di ke shpin. Peshej njënën aty, të rydhend, thot, a ban bre basët me më kaldu kë e ko shpin filoni. Sa e po e profesorin e një jofti? Jo, tha profesor, tha, nuk të kalzoj, tha pa ma shku i mesele të emen. Tha se ti jarë me mledh mesele. Po mire, thot profesori, thot, unë e shkruj, thot, po du të me po, ako konotacion anekdotik. Po, profesor, thot, mere lopë si shkruj, nuk ko shpi pa një thi, dikun i bar, dikun i zi, s'ka ma hall pa një budal, dikun ma shpesh, dikun ma roll, s'ka katon pa një horon, dikun ma pak, dikun ma shumë. Edhe nuk ko fis pa një pis, ja me t'lene, ja me t'blene. Të kohën e fundit, unë vetë kam dollë prej katunin Sheher, shkoj një ditë e daja Nazmin Jezerc, e she është bashatis katuni. Besa besë dhe kjo fenomen edhe këne i katetova, dhe më thonë këgja është në trend, i kanë lëshu katunët edhe jenë dollë në Sheher, edhe po më kujtohet një anekdot. Një Jezercit punoj këtha me pela Rabagji. Rabagji këtu njerë ju kanë thonë aty një që kanë punu dhe më thonë me pela i kanë gjitë me kërë, ata që kanë pos nevoj për malë dhe sene, i në godit dhe e ka quaj. Një të të prej diqë smot plako, djallit i dhime, të babë të rritët se t'je, sot pa qef, edhe po shkojone. Po mi e mari thot baba dhe në shtas dinti, jo bre babë, thot di, thot i në gjes pelat, shkotoj të stacioni trenit aty në Ferizaj, ku shkon nevoje halë për me bojt malë, shkoj me te, ani thot mere, thot shko. Po i në gjiti pela djalli, unis ploki dul në dritare. Tha djallo, po gabo, tha mi jodhon, tha uj pelave në shirë. Shas zotën, tha su një këthen katon mo. Njeni, sukur dhe Nazmi, moj ke bleta. E kish një gru të mirë e të meshme për qifi. Në mosh një vjetër i vdes gruja. E merë një, po as nuk ishte mirë, as nuk ishte meqëm, kisi kish për shefi heq, po halli plakut. Një dit prej ditësh, kish shtu bleta, i shtue. Edhe zakonisht jaknu i kongën da ja, me mledh betën. Ta shërët gruja për thotë të njerë hedha. Bleta tha kish lëshue, dhe cilën kongë mi jaknu me mledh. Kënoja tha kongën, blet, mori blet, mirë për burin tem shka e ka gjitë. Qfar gruje ka pos e me qfar grua metë. Njeni të tovës, këtu shkon në Gjermani. Mas do mujsh, djali, këthejet në shpi, po e kish lëshu një mjekër ko gjatë madhe. Kur e në shpi, babës nuk i pëlqe hoq. Baba ma zun, po djali s'pi bozo. Hangrën dark, mas darke, djali për e nëzirë portofolin, ja gjujti një tup të pare babës. Babës e ershirja, e diktoj kë. Tha e babës, ka po do këtë mjekra. Sha zëtën, tha bëllë mirë për traka. Tha e bojsh me shetë, po tonë për nga mërtë mjekra kanë posë. Njëjtë të tovët këtu burri gru, këshin posë një djallë. Këtyre herë, fmiti kanë qullë të doktori, po kur s'ju ka bo, hajrë doktori, e kanë qullë të hoxha. Pas a fatë mirë, një të prej diqë gruja për thotë i njëri, thotë, e qojmë bre thotë të hoxha, thotë se doktori nuk është ka i bon hajrë. E murën e qunë të hoxha, kur shkun të hoxha, gruja e kishull këtë djallin prehen, hoxha filloj mi fry, po ka i fry ke hoxha, ke gruja bukur shumë fillun me lu talazat. A i burri shkon gjelës si puna e me tha, aga hoq, fry djalli se gru si fryone.